Sekretaria të tregoj numrin e çështjes. Sekretaria mirëditë të nderuar gjykatës, kjo është çështja 10484 BSPT, prokuroria kundër Ramush Haradinait, Idris Balet dhe Lahi Ibrahimait. Gjykatës, faleminderit. Kush paraqitet sot si profesues i palëve, duke filluar prokurorën? Mirëditë të nderuar gjykatës, Paul Rogers së bashku me ekipin tim, Pia Topolan, Daniela Kravec, Barbara Goj dhe Adiçe Menon dhe përgjegjësi çështjes zoti Kalen Nerot. Dhe për palën e mbrojtjes Emerson në emër të zotit Haradinës së bashku me Ruth Dixon, Renale dhe për zotin Bali. Mirëditë, unë jam Gregory Guy Smith në emër të zotit Bali së bashku me Colin Rahan dhe Chad Mayri. Gjykatës, faleminderit për zotin Ibrahimaj, mirëditë të nderuar gjykatës, Richard Harvey në emër të zotit Rabahiro me Paul Turp, Sophie Ridney dhe Luke Burnich. Faleminderit zoti Harvey, zoti Rogers, se keni fjalën. Të nderuar gjykatës, së pari ju do të keni një dosje me dokumentet të cilat i kemi përgatitur dhe janë kopje të diapozitivëve të cilat do t'i shfaqim gjatë seancës hapëse të kësaj pasdite. Të nderuar gjykatës, është lehtësi të shihin ato nganjëherë më lehtësisht në printim se sa në ekrane, pasi disa prej ekraneve kanë cilësi të ndryshme të dritës dhe prandaj kemi printuar dhe shpresojmë që t'ju ndihmoj. Gjykatës, faleminderit zoti Rogers. Të nderuar gjykatës, krimet për të cilat flitet në këtë gjyqëri janë të një periudhë shumë të shkurtër, nga 19 maj 1998 deri afërsisht në fund të korrikut 1998. Krimet për të cilat të akuzuarit mbajnë përgjegjësi penale në këtë gjyq janë sipas nesh kryer në burgun e UÇK-s në Jablanic në komunën e Gjakovës në Kosovën Perëndimore. Të nderuar gjykatës, aty bëhet fjalë për krimet kundër njerëzimit të cilët janë bërë në bazë të zbatimit të një ndërmarrje të përbashkët kriminale që ka përfshirë të tretë akuzuarit, Ramush Haradinaj, Idris Balen dhe Lahi Ibrahimajn, në të cilën, sipas nesh, bashkëpunuesit, spionët dhe ato të cilët dyshoheshin se ishin kundërshtim UÇK-n apo quheshin tradhtar, janë vënë në shënjestër. Viktimat janë rrahur, torturuar dhe në disa raste janë vrarë pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, pavarësisht nëse ishin serb, rom, ashkali egjiptian apo shqiptar të Kosovës, pavarësisht nëse ishin kristian apo musliman. Dhe për sa i përket akuzës 1 dhe 6, sipas nesh kanë përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë që të tretë akuzuarit. Krimi për të cilat flitet në këtë akt akuzë janë zhvilluar në kontekstin e një konfliktit armatosur, i cili ka ekzistuar dhe ka përfshirë 22 prill 1998 me të gjithë territorin e Kosovës midis forcave të armatosura serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandantë të së cilës ishin tretë akuzuarit. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka luftuar për ato që i quante si një luftë çlirimtare, siç nënkupton edhe emri i saj. Të akuzuarit kanë ndjekur këtë qëllim dhe në këtë drejtim kanë kërkuar që të kontrollonin plotësisht të gjithë zonën e përkufizuar në akt akuzë si zona operative e Dukagjinit që bën pjesë në komunën e Deçanit, Pejës, Gjakovës dhe Klinës. Të nderuar gjykatës, unë do të flas me emrat apo toponimet shqiptare thjesht për të lehtësuar që të kemi përsëritjen e tyre edhe në gjuhën tjetër. Këtë të nderuar gjykatës ato e kanë bërë duke shtypur opozitën e reale apo të perceptuar. Dhe ndërkohë që zhvillonin luftë dhe shfrytëzonin forcë të ligjshme, ato kanë ndjekur edhe mënyra të paligjshme për të arritur objektivat e tyre. Kanë keq trajtuar civilët, të cilët apo ishin perceptuar se ishin në kundërshtim me UÇK-n.
Kjo çështje ka të bëjë me zbatimin e një synimi të përbashkët në fshatin e Jabllanicës në komunën e Gjakovës. Të nderuar gjykatës, së pari dua që të tregojmë të përgjikues një pjesë në gjeografisë së kësaj zone, e cila është pjesa e akuzës. Të nderuar gjykatës, në ekranet tuaja duhet të shihni një diapozitiv të gjithë territorit të Kosovës, dhe aty do të shihni të gjitha komunat, aty do të shihni edhe kufit kombëtar. Të nderuar gjykatës, shpresoj që keni në ekranin tuaj, po? Po kështu tregon edhe kufit kombëtar. Të nderuar gjykatës, aty mund të shihni në të djathtë të faqes Serbinë, dhe më pas në jug shikohet Maqedonia, pastaj në perëndim është Shqipëria dhe më në veri Mali i Zi. Të nderuar gjykatës, në perëndim të Kosovës, ju do të mund të shihni se në kufi me Malin e Zi dhe me Shqipërinë, po të fillojmë nga veriu, shihet komuna Pejës, dhe qyteti i Pejës në qendër të diapozitivi që tregon këtë komunë. Më pas në jug është Deçani dhe qyteti i Deçanit me ngjyrë rozë, pak më poshtë në jug është Gjakova dhe qyteti i Gjakovës, i cili në qendër të kësaj komune është i shënuar. Po të shikojmë tani nga veriu. Në veri të Gjakovës do të shohim komunën e Klinës. Ajo që nuk duket në këtë diapozitiv është rruga, dhe të do të shohim në diapozitivin pasues, pra rruga që bashkon Gjakovën dhe Klinën. Të nderuar gjykatës, kjo zonë apo sipërfaqja e Kosovës është 1/4 e sipërfaqes së Hollandës, me një popullsi prej rreth 2 milion banorësh. Të nderuar gjykatës, nga kjo hartë e komunave mund të shihet se zona që na përket për të jemi të interesuar ne është gati 1/4 e gjithë të territorit të Kosovës, pra është një territor relativisht i vogël. Dhe të kalojmë tani në hartën tjetër. Të nderuar gjykatës, kjo është një hartë që kemi hartuar ne pala e akuzës për të identifikuar apo për të nënvizuar qytetet dhe fshatat kryesore për të cilat do të flitet këtu. Një nga problemet që hasen me hartat topografike janë sepse janë tepër të dendura me informacione dhe është vështirë të identifikohet se ku është një qytet apo një tjetër. Ti orientojmë në këtë hartë, në të majtë të kësaj harte, nga fillimi në krye shihet qyteti i Pejës. Dhe po të ndjekim rrugën e Kuqe, dhe këto janë rrugët kryesore që lidhin qytetet kryesore, po të ecim në drejtim të lindjes në rrugën kryesore. Imagjinoni sikur jeni duke ecur me makinë në drejtim të Sahaqit, me pastaj në drejtim të Zajmit, që është të ku bashkohen lumejt, dhe pastaj pak më në veri ndodhet Klina. Shifet pastaj fshati i Dolcet, dhe pastaj po të ipi makinës përsëri dhe të shkojmë në drejtim të jugut, kemi Dodovën, pastaj liçenin e Radoniqit dhe arrim në Gjakov. Po të ndalojmë për një parko në Gjakov dhe drejtojmë makinën për në drejtim të Pejës, shkojmë në drejtim të Deçanit dhe rrugës për në Deçan në të djathtë do të shihet fshati i Glogjanit. Është fshati në të cilin është familja Zot Haradinaj dhe që si pas nesh dikur ka qenë edhe selia kryesore, seli e UÇK-s në këtë çështje. Të mos
nuk duhet konfuzuar kjo me Glogjanin katolik dhe t'ja tregoj se ku është kjo në të vërtetë. Të nderuar gjykatës. Gjatë gjithë kohës akte akuzës, UÇK ka patur kontroll substancial të kësaj zone dhe jashtë zonës rrugës së Kuqe dhe në drejtim të rrugës që ka përfshirë zonët e konfliktit me forcat serbe dhe nuk do të them të nderuar gjykatës se nuk ka patur konflikt në zonat në këto që përfshihen nga këto rrugë, kryesisht në perëndim të fshatit të Zotit Haradinës dhe të liçenit të Radoniqit, por ajo që i themi ne është UÇK ka ushtruar një kontroll të mjaftueshëm të gjitha asaj zone qendrore. Të nderuar gjykatës, a mund t'i kthehemi fshatit të Zajmit në jug të Klinës, ku do të shihni se në perëndim të Zajmit, në anën tjetër të jugut, është një fshat i cili quhet Grabanic. Të nderuar gjykatës, ju do të dëgjoni mjaft për ngjarjet e Grabanicës, nga Grabanica po të shkojmë në jug perëndim, shkojmë në Glogjanin katolik. Dhe në jug të Glogjanit katolik është Jablanica, e cila është edhe epicendra e dëshmimit që do të dëgjoni në kuadër të kësaj çështje. Më në jug perëndim të Jablanicës është fshati i Zhabelit, për të cilin do të dëgjojmë po kështu. Tani mund të heqim hartat. Të nderuar gjykatës, a mund të trajtojmë tani atë që ka të bëjmë me dëshmitë që kanë të bëjmë me zhvillimin e UÇK-s në këtë zonë të kufizuar nga këto rrugët të cilat ne quajmë zona e Dukagjinit. Të nderuar gjykatës, më pasi kemi trajtuar këtë, do të përqendrohem në zhvillimet gjeografike, kontrollin dhe pastaj me zhvillimin organizativ të UÇK-s në zonën e Dukagjinit dhe do të flas mbi konsolidimin e asaj që unë them se ishte edhe kontrolli që ushtroi Ramush Haradinaj mbi UÇK në këtë zonë. Së pari të merrem me kontrollin gjeografik. Të nderuar gjykatës, dy shtabet e para të UÇK-s të krijuara në Dukagjin ishin së pari në Jablanic në komunën e Gjakovës, më shtabi më i vjetër në Kosovën perëndimore nën kontrollin e Elah Ibrahimajt, i njohur edhe me pseudonimi Magjupi. Dhe ai ishte dhe është daja i Ramush Haradinajt. E së dyti në fshatin e Glogjanit në Deçan, i cili ndodhej nën kontrollin e Zotit Haradinaj, i njohur me pseudonimin Ismail. Në vitin 1998 të nderuar gjykatës, koloneli John Crossland ishte atashe ushtarak britanik në ambasadën e tyre në Beograd. Ai ka krijuar një hartë gjatë të gjyqit të mëparshëm për të treguar zonën e njohur si Dukagjin nga periudha e marsit dhe majit të vitit 1998. Të nderuar gjykatës, do të kërkoj leje që ta tregoj këtë hartë në ekran, hartën që ai ka paraqitur për neve si provë. Ai ka shpjeguar linjën e zezë e cila mbi vendoset mbi atë blu, që tregon edhe kufirin e kësaj zone, dhe ai ka thënë se gjatë gjithë Kosovës ka patur grupime të ndryshme të UÇK-s dhe kryesisht në këtë zonë të Dukagjinit. Me ngjyrën blu, ai ka treguar rrugën Pej Deçan, si vendi që për atë ishin krijuar taktika gjuhë e largohu nga ana e UÇK-s, pra taktikat e UÇK-s kundër forcave serbe dhe kjo në pjesën fillestare të konfliktit. Kjo rrugë që ai ka përshkruar ishte bërë një front për forcat serbe të cilat po përpiqeshin që të parandalonin lëvizjen e njerëzve dhe materialeve nga Shqipëria, ku edhe është armatosur UÇK-ja dhe për të mos lejuar hyrjen e tyre në Kosovë. Dhe të kujtohet të nderuar gjykatës që nga harta e parë që unë tregova se sa afër kufirit me Shqipërinë dhe Malin e Zi këto komuna janë.
Forcat serbe, tha ai, e kishin patur të pamundur që të mbanin në kontroll zonën malore në përgjatë kufirit me Shqipërinë dhe e kanë ndjekur konfliktin në këtë rrugë dhe ishte përshkoi një numër betejësh që ishin zhvilluar përgjatë kësaj rruge. Dhe nga kjo hartë e ndërruar gjykatës që do të vëreni që fshati i Glogjanit, fshati Ramush Haradinajt dhe shtabi është në qendër të një rrethi që ndodhet në të djathtë dhe në fund të linjës blu. Dhe aty mund të shihni dy rrath blu dhe në të djathtë të këtyre rrathëve të keq formuar është një rreth që tregon fshatin e Glogjanit në një hartë më të zmadhuar, është lehtë që të shihet një gjë e tillë, por mendoj se keni krijuar një pamje të përgjithshme të ndëruar gjykatës, që të gjitha këto hartë të ndëruar gjykatës janë pjesë e dosjes suaj dhe ndodhen në faqen 3. Të ndëruar gjykatës, me të zhvilluar me të UÇK në vitin 1998, ajo filloi që të kontrollonte pjesë të territorit të Kosovës. Dhe për sa i përket kësaj aktakuse, nga prilli dhe maj vitin 1998, UÇK-ja në zonën e Dukagjinit kishte krijuar të që për ne kemi përshkruar dhe të tjerët kanë përshkruar një zonë e lirë e cila ishte kryesisht e lirë nga kontrolli serb. Edhe një herë e them që këtu nuk bëhet fjalë që nuk ka patur sulme apo inkursione, por megjithatë bëhet fjalë që kjo zonë ishte kryesisht nën kontrollin e UÇK-s. Koloneli Krosland e përsëri gjatë gjyqit të parë hartoi një hartë që të tregonte këtë zonë të kontrollit në periudhën mes marsit dhe qershor korrikut 1998. Dhe mund të shihni që zona e shënuar me të kuqe brenda kufivit të tre rrugëve ishte zona që koloneli Krosland ka thënë dhe mund të shihet këtu që ka shkruar UÇK, zonë të cilën ai ka përshkruar si një zonë kryesisht në kontrollin e UÇK-s dhe që serbët do të qëndronin jashtë dhe përpiqeshin që të dominonin dhe të ndiqnin të ushtronin influencë duke granatuar në drejtim të kësaj zone. Ai tha, dhe citoj, serbët kishin marrë një pozicione që mundin po të donin që të përmbanin luftëtarë brenda kësaj zone duke dominuar kontrollin e rrugëve. Pra forcat e sigurisë serbe largoheshin nga rruga për një distancë të shkurtër, bënin një bastisje, ndërhynin në disa shtëpi dhe i trajtonin ato keq, siç e tha ai, dhe pastaj tërhiqeshin për shkak se nuk ndjeshin të sigurtë brenda kësaj zone të ndëruar gjykatës dhe kjo gjendet në 65-0422 dhe ndodhet në faqen 3029 të procesor verbalit. Mund të shihni që harta e zotit Krosland tregon në blu xhepat e forcave serbe gjatë kësaj pjese të rrugës, duke përfshirë edhe në drejtim të pjesës gjyqore të liçenit të Radoniqit dhe brenda kësaj zone dhe edhe në pjesën më malore në jug të kësaj zone dhe ndërkohë që ka patur inkursione në këtë zonë dhe më pas edhe sulme të plota të bëra nga forcat serbe, sipas nesh që ishte edhe zona e influencës dhe kontrollit që kishte krijuar UÇK-ja dhe me serbe që kishin mbetur jashtë kësaj zone. Të ndëruar gjykatës, përveç kësaj ju do të dëgjoni dëshminë e Nebojsha Avramoviçit, që ishte oficer i policisë i cili ka shërbyer si një teknicien i çështjeve penale në supin e Gjakovës dhe ishte pjesë e forcave policore serbe. Ai ka ushtruar këtë rol që nga viti 1996 dhe ai ka hartuar një hartë si shtojtëse deklaratës së tij, ku tregon rrugët të cilat ishin nga ana e policisë serbe që ishin të pasigurta dhe kjo përfshin periudhën e prillit nga prilli deri në shtator të vitit 1998. Të ndëruar gjykatës, shpresoj që ta keni në ekran këtë hartë. Dhe të ndëruar gjykatës që do të shihni tre shënime me ngjyra të ndryshme A, B dhe C. C përfshin rrugën Gjakov-Prizren. Në fund të kësaj harte, Gjakova është në fund, të ndëruar gjykatës, shpresoj që ju po njihni tani një trekëndësh rrugësh të cilët shkojnë nga Gjakova
Peja dhe Klina, në fund është Gjakova dhe rruga nga Gjakova deri në Prizren me gërmën C, sipas tij ishte një rrugë e cila ishte e lirë dhe mund të udhëtoni me të. Nëse është më lehtë për juve të ndëruar gjykatës, e keni në faqen 5 të dosjes suaj. Ndoshta mund të duket më qartë në atë hartë. Zona e treguar me A, një pjesë e rrugës Gjakov-Klin, sipas tij ishte e sigurt për udhëtim nga ana forcave policore serbe, ku mund të ndërprej, ku është aja, është në të majtë të trekëndëshit, Rogers është në të majtë, jo më falni, është të djathë në mes të Gjakovës dhe të Klinës. Është pak e pa qartë, por është me ngjyrë në portokalli ose të kuqe, gjykatësi faleminderit. Rogers, faleminderit. Dhe kjo është pjesa e rrugës Gjakov-Klin. Gjykatësi dhe kjo është zonë sigurt. Rogers, po, dhe po e kujtohet, nëse kujtohet në gjykatës, është harta që tregoshin forcat serbe dhe harta për të cilën koloneli Crosland ka thënë që ndodhesh në pjesën jugore dhe se mund të ketë një ndërlidhje midis këtyre dy gjëra. Megjithatë, në veri të saj, në zonën me B, me gërmën B, dëshmitari tha se ishte një zonë që sipas tij ishte bllokuar tërësisht nga UÇK-ja nga prilli deri në shtator të vitit 1998. Kjo është deklarata që ka bërë ai. Të nderuar gjykatës, ne themi se kjo ka rëndësi të madhe që në zonën me B, 2 nga viktimat e kësaj aktakuze janë rrëmbyer, është dëshmitari 6 dhe Nenad Remistar, një polic serb i trafikut rrugor. Duhet të them të nderuar gjykatës që kjo hartë nuk është në listën 65 sepse është haruar në mënyrë rastësore. Është hequr nga deklarata e zotit Abramović dhe me kalimin e kohës do ta fusim në provat materiale. Megjithatë i është dhënë mbrojtjes. Zoti Guy Smith po është në cilën pjesë të deklaratës 65 është kjo, zoti Rogers, është në të, por do të merremi me këtë hartë më vonë. Të nderuar gjykatës, të vazhdojmë tej, mund të shikohet, po të shikojmë hartat e zotit Crosland, duke vlerësuar edhe provën e tij dhe hartat e tjera të prodhuara nga komandantët e UÇK-s dhe ata serb, që ka pas një marrëveshje nga të gjithë, ishin të gjithë dakord për zonat që ishin nën kontrollin e UÇK-s në atë kohë dhe se ku ishin vijat e konfrontimit. Në thelb kishte një zonë të lirë ku UÇK-ja kishte një liri më të madhe për të vepruar larg nga vijat e konfrontimit, nga fronti. Tani të nderuar gjykatës, ti kthehem zhvillimit organizativ të UÇK-s. Të nderuar gjykatës, koloneli Crosland e përshkruan UÇK-n në pjesën e parë të vitit 1998 si një organizat në hapat e veta të para. Provat do të tregojnë se gjatë periudhës midis marsit të 98-s dhe shtatorit të 98-s, UÇK-ja po zhvillohej në një forcë më të organizuar nga komanda me bazë fshati në komanda me bazë rajonale dhe pastaj në një udhëheqje me stil hierarkik ushtarak. UÇK-ja dhe dëshmitarët e saj, si Rustem Teta, Jakub Krasniqi, kanë treguar se nga marsi dhe deri në prillin e 98-s, fshatarët në shumë fshatra të Dukagjinit filluan të organizohen në mbështetjet UÇK-s në njësi mbrojtëse, shpesh duke zgjedhur një komandant të fshatit, duke caktuar roje dhe duke ngritur postovlloqe në hyrjet fshatrave. UÇK-ja gjithashtu kishte një shtab të përgjithshëm, por të paktën deri në qershor të vitit 1998, shtabi i përgjithshëm nuk kishte një seli kryesore të vetën. Të treta akuzuarit ishin komandant brenda UÇK-s. Ramush Haradinaj e kishte bazën në Glogjan, Lahi Ibrahimaj në Jablanic dhe Idris Balaj, që kishte kaluar nga Jablanica në Glogjan dhe ishte caktuar
komandant I një sisë speciale që njihet me emrin Shqiponjat e Zeza nga Ramush Haradinaj. Ashtu siç po fillon të UÇK-ja të forconte kontrollin e vet në zonën e Dukajgjenit, edhe Ramush Haradinaj konsolidoi kontrollin e vet mbi UÇK-n. Është me shumë rëndësi, thot akuza të nderuar gjykatës, se Ramush Haradinaj së bashku me dajën e vet Lahi Ibrahimajn kishin qenë në krye të zhvillimit të UÇK-s në zonën e Dukajgjenit, që në ditët e para të lëvizjes së UÇK-s në vitet 1994. Në zonën e Dukajgjenit, që është edhe subjekti akt akuzës, akuza thot se organizimi UÇK-s u ndihmua shumë nga dy shtapet apo bazat që ekzistonin brenda të njëjtës familje të zgjeruar. Klogjani ishte nën kontrollin e Ramush Haradinajt dhe Jablanica nën Lahi Ibrahimajn, daja I tij. Në kulturën me bazë fisnore të shqiptarëve të Kosovës, thot akuza, këto lidhje familjare kanë rëndësi të madhe. Në fakt, ka dëshmitarë që kanë dëshmuar këtu se janë martuar jo vetëm me një person nga një fshat, por me gjithë fshatin. Akuza thot që është shumë e qartë që këto lidhje të forta familjare qëndrojnë në zemër të organizimit fillestar të UÇK-s në zonën e Dukajgjenit dhe të shtapeve të saj. Në një hartim të intervistash të Ramush Haradinaj, më falni, Zoti Emerson, unë I thash Zotit Rogers që do të flisja këtu, sepse ai do të paraqes këtu edhe një herë në mënyrë të gabuar trupit të gjykues një dokument që është thjesht një seri intervistash, është një libër I botuar nga një gazetar me emrin Bart Hamza dhe nuk ka asnjë provë dhe prokuroria, akuza, nuk ka asnjë bazë nga autori I librit se nga ka ardhur përmbajtja e këtij libri, nuk jepen as burime, as përshkrime të deklaratave që ai I atribon Ramush Haradinajt, nuk ka asgjë në libër që t'jetë autorizuar apo t'jetë miratuar nga Ramush Haradinaj apo t'jetë shkruar me miratimin e tij. Dhe për këtë arsye trupi gjykues I mëparshëm nuk e pranoi, tha që ishte një provë në të cilën nuk mund të mbështeteshin sepse nuk merrej vesh nga kishin ardhur këto informacione, nuk ishte e qartë se si mund të dallohej midis propagandës, hiperbolave, zmadhimeve apo raportimeve të sakta. Prandaj, përpara se sa Zoti Rogers të thot në mënyrë të gabuar që ky është një regjistrim intervistash, nuk është fare, do t'i them Zotit Rogers, ky një përmbledhje intervistash, është, siç e thash më parë, një gjepur forenzike, një material që nuk ka asnjë vlerë. Dhe mbrojtja e kundërshton atë. Zoti Rogers, a mund t'i përgjigjeni? Rogers, nëse dëshironi, thot gjykatësi, mund t'i përgjigjeni. Të nderuar gjykatës, kjo është thjesht një hapje e çështjes nga ana jon dhe unë nuk po ju them këtu ta pranoni apo mos ta pranoni dokumentin, nuk kam asnjë sugjerim për sa I përket pranueshmërisë së këtij dokumenti. Zoti Emerson, jo, e keni gabim. Megjithatë, sido që tjetë, thot Zoti Rogers, këtë çështje mund ta diskutojmë më vonë kur të vi puna e paraqitjes tij si për materiale. Gjykatësi më lotet të them një koment të përgjithshëm. Unë këtë fjalë hapse tuajën po e shikoj gati si një lloj dëshmie, sepse janë disa prova materiale që ende nuk janë bërë prova materiale, të cilat do të lënë një gjurmë në
mendjen e trupit gjykues. Dhe duke qenë se në këtë moment ekziston një mosmarrëveshje për sa i përket autenticitetit, prejardhjes dhe lidhjes që ka ky libër me gjyqin, trupi gjykues duhet të zbatoj rregullat e pranueshmërisë përpara se sa t'ju lejoj që të vazhdoni të flisni për të. Ju duhet ta autentikoni librin. Do ta sillni dëshmitarin këtu të thotë si e ka krijuar këtë libër, ai përmbush kërkesat e pranueshmërisë si provë materiale, sepse trupi gjykues nuk mund të pranoj që ne po dëgjojmë të gjitha këto që keni për të thënë juve dhe pastaj ta hedhim poshtë librin. Libri është në mendjen tonë dhe qëllimi i pranueshmërisë si parim është që të sigurojmë që mendja e antarëve të trupit gjykues të mos ngjyroset as pak, të mos ndikohet as pak nga ajo që do të thoni ju për librin. Zoti Rogers, me sa kuptoj unë, në këtë tribunal, praktika që ka qenë kështu, dokumentet dhe materiale që kanë qenë në listën 65 të përmenden gjatë fjalës hyrëse, sepse sigurisht juve jeni gjykatës që jeni në gjendje të hiqni nga mendja gjërat që pastaj më vonë do të vendosni për shembull që janë të papranueshme. Dhe për këtë arsye, këto dokumenta dhe dokumente të tilla të tjera normalisht janë pranuar të përmenden gjatë fjalëve hyrëse dhe pastaj çështjet që janë menduar si të papranueshme janë hequr ose çështjet që janë të diskutueshme janë diskutuar. Të nderuar gjykatës, shumë prej provave që kemi ne në këtë gjyq janë prova që kundërshtohen nga palët tjetër, ka shumë aplikime që kanë bërë ata për pranueshmërinë e provave tona që në fillim të procedurës. Prandaj, unë do t'ju kërkoja të nderuar gjykatës që ta dëgjoni atë që kam për të thënë dhe pastaj ju mund të vendosni në kontekstin e dokumentave kur të dëgjoni për dokumentat. Dhe mendoj që materiali që po ju paraqesun ka lidhje me çështjen dhe ne mund të provojmë autenticitetin e tij. Dhe do ta diskutojmë dhe do të argumentojmë të dy palët më vonë. Emerson, është shqetësueshme kur prokurori ngrihet dhe thotë që ky dokument që po paraqeto dhe nuk e di, pavarësisht se ne kemi paraqitur atë, e kemi përmendur atë në dosjen tonë hyrëse dhe pastaj thotë që mund të hiqet mbi bazat e vlerës probative. Unë s'e kuptoj se çfarë po thotë. Gjykatësi, a mund për disa komente? Sigurisht, trupi gjykues është i përbërë nga gjykatës e profesionistë të cilët janë në gjendje të heqin nga mendja ato gjëra që nuk vlejnë. Por megjithatë, ne jemi qenie njerëzore dhe të gjithë kjo çështja e shënimit për identifikim të dokumenteve është hequr, është ndaluar tash pikërisht për këtë arsye. Në qoftë se do të fusni një dokument, mirë, ne mund ta bëjmë këtë, por në qoftë se kanë 150 dokumenta të tilla, është e pamundur nga ana njerëzore të bëhet kjo. Prandaj trupi gjykues duhet të mbajë në minimumin më të domosdoshëm ato dokumentat që do të hidhen poshtë më vonë. Për ta vazhdoj edhe pak. Ky është një gjyq i ri. Desha ta theksoj dhe një herë nga e para. Çdo gjë që do të provohet këtu, do të provohet këtu. Argumentimet dhe gjërat që janë provuar në gjyqin e mëparshëm nuk kanë kuptim fare dhe bëhen referenca dhe thohet tu që ato gjëra janë hedhur poshtë në gjyqin e mëparshëm dhe kështu që do hidhen poshtë edhe tani, kjo nuk ka kuptim. Ju lutem zoti Emerson,
Më lini të mbaroj. Çdo gjë që është e kundërshtueshme do të kundërshtohet, duhet të kundërshtohet këtu dhe vendimi do të merret nga ne këtu. Dhe vendimi i këtij trupi gjykues nuk do të varet nëse vendimi i trupit gjykues të më parshëm ishte konsistent apo jo. Deshta ta bëj këtë shumë të qartë. Emerson. Shpresoj që i kemi kuptuar të gjitha gjykatësi më lotë, po nuk po silleni sikur e keni kuptuar. Emerson, t'ju them se si është pozicioni janë. Apeli ka vendosur se ndonse akuza nuk përjashtohet nga kërkimi i pranimit të provave që ishin përjashtuar në gjyqin e mëparshëm, fakti është që ato u përjashtuan në gjykimin e mëparshëm dhe kjo është një konsiderat materiale për trupin e rigjykues në vendjesë nëse pozita e saj është e justifikuar për standardet e relevancës apo jo. Ajo që na shqetëson është që ka një detyrë minimale profesionale nga ana e prokurorisë që të mbështeten në dokumenta faktike dhe të jenë të bindur për vlerën faktike të dokumenteve që paraqisen. Unë po e marr këtu sikur zoti Rogers nuk e ka bërë këtë me qëllim që t'i japi idenë e gabuar trupit gjykues, por